Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Babu bayanin al-qublata fi as-sawm laysat muharramatun ala man lam tuharrik shahwatahu. Lejohet puthja thot në agjerim, përderisa nuk ndikon tek personi. Ta shohim. Pra ideja kush është, nëse njeriu është i ri, në kulmin e moshës, i sapo martuar, etj, nuk sugjerohet, sepse mund të kalojë njeriu, mund të eskalojë situata. A nëse është në moshë, edhe nuk eskalon situata, pra është i vetë përmbajtur, nuk ka problem, nuk ka asnjë lloj problemi. An ummil mu'minina Aisha radhiyallahu anha qalet إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha thot, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i puthte bashkëshortet e tij edhe pse ishte agjerim, edhe pse ishte me agjerim. Pastaj thot transmetuesi buzëqeshi nëna e besimtarëve, pra e zonë e qeshmja. Gjithashtu transmetohet prej saj kanë Nebiu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa sa'im wa kana amlakukum li irbi. Thot puthte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra gjatë agjerimit, po dijeni se ai ishte më i vetë përmbajturi. Pra sikur po thot nëna e besimtarëve, kujdes, sikur po thot nëna e besimtarëve, kujdes. Madje ka një hadith interesant ose transmetim interesant, ka ardhur një çun i ri dhe ka pyet, i ka thënë jo. Ka ardhur një plak i vjetër dhe ka pyet, i ka thënë po. Kanë pyetur ato si të parit jo, e të dytit po. Thonë po i pari ishte shumë i ri. Nësa i tjetëri ishte i vetë përmbajtur, nga mosha, duke nga mosha që është i vetë përmbajtur. Pra është një gjë që sa ndikon. Nëse njeriu është i vetë përmbajtur, s'ka problem. Nëse njeriu është euforik, zban. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.